Në një anë ndodhen bizneset që kërkojnë me ngulm punonjës përballë një mungese të ndjeshme të fuqisë punëtore dhe në anën tjetër mira individ që trajtohen me pagesë pa punësie nga shteti. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, gjatë vitit 2024 janë shpenzuar 832 milion lekë për pagesat e papunësisë, ndërkohë që plani fitestar parashikonte 764 milion lekë. Kjo do të thotë 68 milion lekë më shumë se sa ishte programuar në buxhetin e shtetit, duke reflektuar një arritje të papritur të numrit të përfituesve ose një zgjatje të periudhës së përfitimit për individët caktuar. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, vetëm në tremujorin e tretë të vitit 2024, numri personave që përfituan pagesë papunësie arriti në 3576, niveli më i lartë që prej periudhës së pas pandemisë 2020-2021. Përveç kësaj janë rritur ndjeshëm dhe shpenzimet për ndihmën ekonomike, një tjetër shtyllë e sistemit të mbrojtjes sociale. Gjatë vitit të kaluar, nga buxheti i shtetit janë disbursuar 2.68 miliard lekë për këtë kategori, ndërkohë që parashikimi fitestar ishte 2.5 miliard lekë. Kjo rritje dëshmon për një zgjerim të shtresave vulnerabël, në nevojë për mbështetje, si pasojë e rritjes së kostut së jetesës, pabarazi sociale dhe mungesës së aksesit në tregun formal të punës.